Pastrim gjeneral u realizua sot në komunën e Tetovës. Të gjithë të punësuarit në komunë, pa marrë parasysh burra apo gra, ju përveshën punës për të pastruar vendin ku ata punojnë çdo ditë, që o të thosë se duhet kemi një ambient të pastër kudo që na rrethon. Ambientet e brendshme dhe të jashtme nuk i shpëtuan syrit të çdo të punësuarit për ta pastruar. Ky aksion është vetëm një fillim i mbar për të treguar se aksione të tilla do të ketë edhe në të ardhmen. Sot si komunë organizuam një aksion të pastrimit të objektit të brendshëm të komunës dhe normalisht objekteve përreth, parkingjeve të cilat janë pjesë e komunës, me qëllim domethënë të pastrimit të ambientit ton. Që gjatë periudhës fushatës unë thash që ne do të organizojmë shumë aktivitete të kësaj natyre, me qëllim që ky qytet, qyteti ynë i Tetovës, të jetë një qytet i pastër, një qytet në të cilin do të jetë kënaqësi të jetohet dhe jo një mundim i përgjithshëm. Gjithsesi se kjo është parapërgatitje për aksionin e madh gjithë qytetar, të cilin në të ardhmen, në kohët që vinë, në javët që vinë do ta anoncojmë dhe ne si komunë në bashkëpunim me organizatat ndryshme qytetare do të organizojmë shumë aksione të kësaj natyre me qëllim që të kemi një vetdije të lartë qytetare se të gjithë duhet të punojmë për të mirën tonë dhe secili pastërtin duhet të filloj që ta mbaj që nga shtëpia dhe obori përpara shtëpisë së vet, atëherë unë mendoj që edhe punëtorët e ndërmarrjeve do të kenë më pak punë. Gjatë fushatës parazgjedhore, kryetaria e komunës së Tetovës zonja Teuta Arifi premtoi që ndër prioritetet kyçe të administratës që o ta udhëheqë ajo do të jetë ndryshimi radikal i statusit të Tetovës në qytetin më të pastër në vend.